Unit. Jemi rikthy tani me diçka krejt tjetër, do të flasim për një nisë pjesës së cilës është bërë Kosova, bëhet fjalë për Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian, e cila në Ballkanin Perëndimor ka qenë vetëm Kosova, e cila nuk ka qenë pjesë e kësaj, por si pasojë ose nëse mund të themi si shkak i përpjekjeve të mëdha të shoqërisë civile, tashmë edhe Kosova është bërë ditur dje që është bërë pjesë e këtij komiteti. Se cila është rëndësia, çka mund të përfitojë Kosova nga kjo nismë dhe të tjera, do të diskutojmë në studio me Dren Pukën nga në fakt që është drejtori Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile. Atëherë, Dren, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mbrëma, faleminderit. Faleminderit shumë. Dren, e keni përmendje që pas përpjekjeve të mëdha Shoqërisë Civile, Kosova është bërë pjesë e kësaj nisme, cilat kanë qenë përpjekjet e Shoqërisë Civile gjatë asaj kohe për më në fund që Kosova të bëhet pjesë e kësaj nisme. Po, atë Donika, shkurtimisht vetëm dy fjali të shkurta për Komitetin Ekonomik Social Evropian. Kjo është një trup formal i Bashkimit Evropian, që është themelu në vitin 1957 dhe që nga ajo kohë qëllimi i këtij komiteti është që ta informoj dhe ta këshilloj Parlamentin Evropian, Komisionin Evropian dhe Këshillin Evropian për politikat të ndryshme të cilat këta i hartojnë. Ky komitet përbohet nga punëdhënësit, punëtorët dhe shoqëria civile, dhe thotë shoqëria civile në definimin pak më të gjatë të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, për herë të parë, ky komitet e ka konsideruar dhe mundësinë e përfshimjes të vendeve jo anëtare në Bashkimin Evropian si një veprim kështu gradual i integrimit të vendeve në zgjerim në trupat ekzistuese të BE-s. Kjo definitivisht është një lajm shumë i madh për krejt rajonin dhe për afrimin tonë me Bashkimin Evropian. Megjithatë, në vitin 2023 kur u lansu kjo nismë, e vetmja ka qenë Kosova që është me thonë është përjashtu, ta themi ashtu përmes një kriteri formal. Kosova edhe këtë ditë nuk ka status të kandidatit, që është një kështu status formal dhe në procesin integrues, dhe kjo është përdor si arsye, si kriter për ta përjashtu Kosovën. Megjithatë, bazuar në parimet e funksionimit të këtij komiteti, po edhe të manifestos të cilën e ka pas kryetari i komitetit Oliver Rëpke në fillet e mandatit të tij, kjo është në kundërshtim me përfshirjen graduale të shoqërisë civile, sepse arsyeja pse Kosova nuk ka status të kandidatit është krejtësisht politike, ndërlidhet me faktin e shteteve mosnjohëse të Kosovës dhe pamundësisë që Bashkimi Evropian me marrë këtë vendim dhe arsye të tjera dhe nuk ka arsye të legjitime të mirëfillt që na të mos jemi pjesë e diskutimeve ku gjithë rajoni edhe është. Nga ajo kohë, KCSF me njëherë ka filluar një kampanjë ashtu të avokimit me Komitetin Ekonomik Social, ku ka mobilizuar shoqërinë civile në Kosovë, po edhe në rajon, për të argumentuar se Kosova duhet të jetë pjesë e kësaj nisme. Vitin 2024, një delegacion i shoqërisë civile të Kosovës pati shku në një event të këtij komiteti në Ljubljanë, të udhëhequr nga Taulant Hoxha, në atë kohë drejtor i KCSF-s, dhe aty e pa të marrë në parim një konfirmim se do të bëhet e pamundura që Kosova të jetë pjesë e kësaj nisme. Kanë kalu gati se 2 vjet dhe vetëm në këtë moment ka dalë një thirrje e hapun për përzgjedhjet përfaqësuese të shoqërisë civile të Kosovës për me marrë pjesë në këto trupa, që në të njëjtën kohë edhe tregon përfshimjen e Kosovës. Dhe tash cilat janë përfitimet ose në çfarë forme do të angazhohet shoqëria civile në këto trupa. Komiteti Ekonomik Social funksionon si këshillvënës ndaj këtyre trupave vendimarrëse dhe politikbërëse të BE-s. Ka grupe tematike dhe grupe punuese. Ta marrim një shembull nëse Parlamenti Evropian është hartu një politikë që tash për momentin është aktuale strategjia për shoqërinë civile që hartohet për herë të parë në nivel Bashkimit Evropian, atëherë i kërkon këtij komiteti opinion se çfarë duhet të përmbajë, cilat janë elementet kryesore që duhet të adresohen në strategji. Komiteti e krijon një grup punues i cili punon kryesisht me ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, më pas ai konfirmohet edhe në grupin tematik dhe në seancën plenare të komitetit dhe si i tillë bëhet opinion formal i komitetit i cili bëhet publik dhe ndahet me Parlamentin Evropian. Në veçanti për temat të cilat janë të ndërlidhura me sundimin e ligjit, me të drejtat fundamentale, ky komitet ka peshë të madhe në vendimarrjen e institucioneve të Bashkimit Evropian, pasi që
opinionet e tëne BE-ja i institucionet vendimarrëse i marrin parasysh. Dhe çka është tash përfitimi ose ai lajmi i mirë për Kosovën është na si shoqëri civile dhe sindikatat e Kosovës do të mund të jenë pjesë e gjitha diskutimeve për politika në nivel të Bashkimit Evropian. Përkundër që nuk jemi antar në Bashkimin Evropian, do të mund të jemi pjesë e gjitha diskutimeve që ndodhin në Dhe këto përfshin gjitha organizatat apo ka kritere për të bërë pjesë e këtyre? Të gjitha organizatat nuk mund të përfshihen pasi që ka numër të kufizuar të organizatave që përzihen prej secilit shtet dhe kjo zbatohet njëjtë për gjitha shtetet. Kosova do të ketë besoj prej 6 deri në 8 antar të përzihen në këtë komitet. Aktualisht është një thirrje hapur prej komitetit dhe gjithë të interesuar mund ta gjejnë këtë informat në webfaqen e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian dhe mund të aplikojnë. Më pas do të bëhet një përzgjedhje e përfaqësuesve të shoqërisë civile që i plotësojnë ato kritere dhe të sindikatave dhe do të fillojnë pjesëmarrjen në këto grupe punuese. Po, dhe cili ka qenë mobilizimi edhe organizatave në rajon, a keni pas mbështetje mjaftueshme për të bërë pjesë e kësaj nisme apo ka qenë e vështirë edhe kjo pjesë? Po, në fakt kemi pas përkrahje edhe ashtu proaktive, me thonë, edhe pa ju kërku, na u kanë qas dhe sepse kjo është me të vërtet një padrejtësi e madhe cila neve na bëhet në përgjithësi Kosovës i bëhet në procesin integrues, po në veçanti në këtë rast ku në pyetje është shoqëria civile, që është pjesa më së paku ashtu kontestuese kur vjen puna te reagimet e Serbisë apo të vendeve mosnjose, kështu që kemi pas përkrahje të plot, na këtë reagime kemi bërë përmes rrjetit ballkanik për shoqërinë civile ku jemi antarë i atij rrjeti dhe KCF në 2023 ka qenë edhe udhëheci i bordit të rrjetit, ka pas përkrahje nga shumë organizata të shoqërisë civile nga Serbia, Maqedonia, Mali, Shqipnia, Bosna, fjalë tjera gjithë rajoni dhe një numër i konsiderueshëm i organizatave në Kosovë. Po, dhe përmendet që ka pasur pengesat, cilat kanë qenë pengesat kryesore që Kosova deri më tani nuk mund të antarësohet? E përmendet ndoshta këto vendet mosnjose apo kanë shkaktuar më shumë të pengesa apo çfarë? Arsyeja kryesore ka qenë ai mungesa e statusit të kandidatit, po kur e përkthejmë problematikën e statusit të kandidatit, atëherë natyrshëm vim deri tek problematika e shteteve mosnjose apo ajo sfida vazhdueshme që na vazhdimisht duhet ta argumentojmë dhe t'i bindim të tjerët për fillimisht ekzistencën tonë dhe më pas edhe të insistojmë me vetë mohem për të qenë pjesë e këtyne grupeve të diskutimit të cilat janë të barabarta për gjithë rajonin, po vazhdimisht ne hasim në pengesa. Po, dhe a ka qenë vështirë bindja atyre që deri më tani ishte padrejtësi që Kosova të mos ishte vetëm Kosova si pjesë e Ballkanit Perëndimor të mos ishte pjesë e kësaj nisme ajo? Në fakt, për ta bind Komitetin Ekonomik Social nuk ka qenë e vështirë pasi që ky komitet përbëhet nga vetë antarë të shoqërisë civile. Në këtë rast kryetari Oliver Röpke, që tash e përfundon mandatin, qysh prej fillimit ka qenë përkrahës dhe interesuar për ta përfshi Kosovën, dhe që është një element tjetër i rëndësishëm që rrallë ndodh, ky komitet ka pranuar dhe zyrtarisht në fakt ka qenë gabim mos përfshimja Kosovës dhe është zotuar për korrigjim siç i referohen të vendimit cilën e kanë marrë dhe tash përfshimja Kosovës konsiderohet si korrigjimi i vendimit të gabuar. Po, dhe drejt tani nga përfshirja këtyre organizatave që do t'jenë nga Kosova, a do duhet kishte ndoshta një plan, një strategji për temat që do duhet të shtronin atje apo si do duhet ishte iniciativa e shoqërisë civile? Fakti që shoqëria civile është mjaft diverse, ideja është të përfaqësohen grupe të ndryshme dhe aty të jenë pjesë e diskutimeve. Nuk mendoj që duhet të jetë ndonjë formë e strukturuar e përfaqësimit të interesit të shoqërisë civile të Kosovës, pasi që temat janë ato për cilat diskutohet. Nëse marrim sundimin e ligjit, do të ketë organizata ose organizatë që përzgjedhet që mbulon këtë fushë. Mirë, po ajo që ne e praktikojmë dhe që do ta rekomandonim për të gjithë është në raste të tilla ku ka përfaqësim të limituar të organizatave të Kosovës në trupat e tillë, idealja do të ishte që paraprakisht të përfshihet një grup më i madh në Kosovë dhe të mirën mendimet dhe pozicioni një grupi më të madh dhe më pas ai të përfaqësohet atje. Në këtë mënyrë, edhe pse numri është i kufizuar, na sigurohemi që sa më shumë këndvështrime dhe ide të shoqërisë civile të Kosovës përfaqësohen në këtë. Megjithatë, drejt përfshirja e Kosovës në këtë mund të konsiderohet një hap i rëndësishëm sa i përket integrimeve europiane të Kosovës, apo jo? Po, padyshim. Kjo është ajo të cilës BE-ja shpesh i referohet integrim gradual dhe vendimet të tilla duhet të ishin shumë të shpeshta. Duhet që ne si shtete aspirante për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, që qysh para integrimit formal
ta kemi atë ndjesin se çka do të thotë të jesh pjesë e diskutimeve dhe të mirësh me politika të nivelit të Bashkimit Evropian. Na tash të pas mundësi me marrë pjesë në këto diskutime kur të ndodh integrimi evropian i Kosovës, na veç do të jemi pothuajse ajo nuk do të ketë ndonjë ndryshim përveç faktit formal që më pas na do të kemi edhe të drejtë vendimmarrje, të cilën nuk e ceka në fillim, do të thotë i vetmi ndryshim i vendeve si Kosova dhe tjera të Ballkanit në raport me vendet anëtare që nuk kemi të drejtë vendimarrëse në opinionet të cilat i jep ky komitet, mirë po jemi të barabartë në diskutim dhe në dhënie të rekomandacioneve. Dhe kjo vendimarrje kur mund ta ketë të drejtë pastaj Kosova? Në momentin që bëhet anëtare e plot e Bashkimit Evropian. Pra jemi shumë larg nga vendimarrja, po megjithatë Fatkeqësisht. Po, dhe kur jemi te integrimi evropian, flasim pak për një vizitë të nesërme që do të jetë presidenti i Komisionit Evropian në Prishtinë, çfarë rëndësie është kjo vizitë në kohën kur Kosova synon Bashkimin Evropian dhe cilat mund të jenë mesazhet potenciale të saj në këtë situatën që e kemi në Kosovë. Patjetër kjo është një vizitë e paralajmëruar e von der Leyen në Kosovë, që ka filluar me Tiranë me atë konferencën e investitorëve të cilën e kanë organizuar në Tiranë, dhe ajo në Tiranë i tregoj ashtu mesazhet dhe qëllimin kryesor të ardhjes së saj, që në një formë do lidhet edhe me këtë të cilën e ka bërë edhe komiteti për së fundmi. Dhe thotë von der Leyen, mesazhin kryesor e jep që ne jemi këtu për ta dhënë atë siguri që ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian dhe nuk është vetëm rruga çështja politike dhe kriteret politike që do të na integrojnë, por janë edhe përkrahja financiare dhe të tjerat dhe integrimi gradual. Dhe me integrim gradual këtu kryesisht mendohet për këtë single market highway që quhet, apo ajo rruga e ekonomisë së përbashkët, ku qëllimi është bizneset nga Ballkani të integrohen në kuadër të ekonomisë evropiane edhe para integrimit formal. Janë disa sektorë prioritarë cilat janë identifiku. Më pas von der Leyen tregon që edhe Ballkani do të përfitojë edhe nga këto investimet në AI të cilat po i bën Bashkimi Evropian, ku do të bëhen 2 fabrika, si quhen, të AI, një në Maqedoni të Veriut dhe një në Serbi, si rjedhoj do të përfitojnë edhe vende tjera nga këto teknologjitë të cilat janë ashtu superkompjuter dhe që do të ndihmojnë vendeve të Ballkanit Evropian të kenë qasje në teknologji të tilla. Megjithatë, Dran, çfarë situate po e gjen Kosova, sepse aktualisht jemi pa institucione dhe këto nisma për Kosovën tani nuk do duhet ishin prioritet, apo jo? Lajmi i mirë është të paktën tash kemi kuvend të konstituuar, megjithatë në mungesë të një qeverie të re apo me legitimitet të plot, kjo do të vazhdojë të jetë pengesë. Lajmi tjetër i mirë është von der Leyen do të takojë edhe presidentin Osmani edhe kryeministrin detyrë Kurti. Fatkeqësisht, na si Kosovë aktualisht nuk kemi perspektivë shumë premtuese në procesin e integrimit evropian. Megjithatë, mungesa e një kuvendi për shumë muaj, prej shkurti deri në tetor, dhe mungesa një qeverie me mandat të plot, do të përdoret fatkeqësisht si argument që ne edhe nuk kemi, edhe nëse dëshirojmë të diskutojmë dhe të shtyjmë përpara çështjet të integrimit evropian, aktualisht nuk kemi institucione me mandat të plot të cilat mund t'i bëjnë, dhe fatkeqësisht këto po e ndijmë vazhdimisht në konferenca të ndryshme, duke përfshi konferencën e javës së kaluar që ka organizuar nga Open Society Foundation, takime tjera në kuadër procesit të Berlinit dhe formimi i qeverisë në Kosovë është domosdoshmëri në mënyrë që Kosova të vazhdojë në ato hapa të cilat edhe vetë Bashkimi Evropian i ka vlerësuar si shumë pozitiv dhe ritëm të shpejtë përgatitjes të planit për agjendën për reforma dhe për planin e ri. Megjithatë, Drena, mund konsiderohet ky vit i humbur sa i përket perspektivës evropiane me gjitha këto zhvillime, sepse nuk ka pasur fokus, se mund të themi, fare në integrimit evropiane. Tash të humbur nuk do ta quaja për shkak që kemi një lajm të mirë që jemi bërë pjesë e Komitetit Ekonomik Social. Mirë, po është kohë shumë e gjatë të cilën na pothuajse kemi qenë në raporte krejt të heshtura me Bashkimin Evropian, dhe këtë kohë nuk do të mund ta kthejmë. Mjetet pastaj ende nuk i kemi marrë nga sa i përket planit të ri. Mjetet nuk i kemi marrë, dhe kjo më së shumti do të na kushtoj në
zbatimin e reformave të cilat kanë afat të caktuar, që planifikimi fillimisht të botu mëse pas parasysh këtë pauzë të gjatë në munges të kuvendit dhe tash do të duhet me ritëm shumë të shpejt një plan të reformave edhe ashtu të jetë ambicioze të cilin e kemi për ta zbatu dhe këtu do t'i hasim problemet kryesore dhe mendoj që kemi një pjesë të madhe të vitit të humbur në këtë drejtim. Atëherë Drent, falenderoj shumë që ishte sot me ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Dhe me këtë